Miq, pra në 100 ditë, këtë entuziazëm, këtë mbështetje, këtë besim që ju tregoni sot, ne do të ashtrojmë në shpresë mirësi për të gjithë shqiptarët në 100 ditë të para të qeverisjes. A janë këto qytetarë dhe qytetarë të mençur? Shpesh dëgjoni se ku gjinen këto para. Ju garantoj se këto para qindark për qindark ekzistojnë dhe ne s'bëjmë gjë tjetër vetëm ja u kthejmë ju. Ju kthejmë ju parat. Pse? Më falni. 8 miliard ishte buxheti i këtij viti. Euro. 16 milion Edi Rama shpirt kazëm la për 760.000 pensionistë. $8 miliard ishte buxheti, euro buxheti këtij viti. 32 milion euro subvencion la për 380.000 fermerë shqiptarë. Mund të hymë, mund të marrim një nga një, po pse kaq? Sepse të tjerat i vjedh, i vjedh me rrugë që ndërton me çmim 10 herë mbi çmimin e zakonshëm. Miqtë e mi, por unë jam këtu në një bisedë hapur me ju. Nuk është kjo, nuk janë këto në të vështirat. Jo, këto janë, të them ju, 100% realizueshme. Një tjetër kemi në të vështirë. Një mision tjetër kemi, një objektiv tjetër kemi, për të cilin ne do të bëjmë çdo sakrificë. Dhe kjo është të japim kombit moshën e rinisë, ta sjellim prap kombin në rininë e tij. Dhe kjo, dhe unë garantoj ju, dhe çdo tri, çdo fëmijë në Korçë dhe në Shqipëri, se kjo do jetë përparësia më absolute. Kjo është neve Arkimedit për të shpëtuar kombin shqiptar. Ndaj dhe ne, për të sjell kombin në moshën e rinisë, do ta nisim tek shkolla, tek lindjet. Për fëmijën e parë 70 euro. Për fëmijën e dytë, 60 euro. Për fëmijën e tretë, pagesë e plot nga linja gjerë 23 vjeç. Kombi ynë duhet tjetë kombi me të ardhme dhe kombi ekspres. Po kombi pari një, të ardhme nuk ka. Për fëmit, shkolla të cilat do të modernizohen, digitalizohen në çdo gjithë veprimtarinë e tyre. Dyfishimi buxhet për arsimit, rrogat e mësuesve minimalja 1.500 euro. %, e fëmijëve që mbarojnë 9 vjeçar nuk ndjekin gjimnazet. Kjo është e papranueshme. Do shkojmë drejt arsimit të mesëm të detyrueshëm. Kombet
që kanë patur arsim të mesëm të detyrueshëm janë zhvilluar më shpejt dhe më mirë. Ndaj dhe asnjë fëmijë pa arsim të mesëm nuk do mbetet. Të dashur miq, hiqet mesatarja për universitete. Do bëhet çdo përpjekje që çdo i ri që mbaron gjimnazin të ndjek universitetin. 200 euro bursen për të gjitha ata që studiojnë jashtë rrethit tyre. Studentët, 200 euro bursen për të rit që shkojnë në shkolla profesionale para universitare. Po, shkolla dhe punësimi do t'jenë të lidhura në binjakëzim. Do krijohet fondi kombëtar i praktikave për studentët dhe të rinjt. Çka do të thotë? Qeveria do paguaj, universitetet do lidhen në ortakri me sipërmarrje publike dhe private dhe qeveria do paguaj të gjithë praktikën e studentëve në këto sipërmarrje. Universitetet do të kenë zyrat e karrierës, jo vetëm për të orientuar të rinjt, po për të ndërtuar punësimin e tyre. Brenda një viti, çdo i ri diplomuar do ketë një vend pune në sektorin publik ose privat. Vitin e parë, qeveria do të shtoj 1000 vende pune në universitet e vendit për ekselencat, për studentet më të mirë. Krijohet fondi kombëtar i rinisë. Startup Albania, startupet e trive do marrin grante 5.000 euro falas për bizneset që do nisin. Po, studentët do marrin grante për bizneset apo projektet që do të bëjnë. Miq, në qoftë se ne nuk u kthehemi, në qoftë se ne nuk u kthehemi në mënyrën më serioze tek mendjen dhe sytë dhe zemrën tek këta të rinj, që po bëhen çdo ditë më shumë si ujë pakt, ne i kemi të kota përpjekjet. Po ne do përqendrojmë të gjithë forcën tonë pikërisht tek ata, në mënyrë që ata të shkollohen, të shkojnë dhe jashtë të kthehen, të kenë sukses, të kenë një çati. Çdo çift i ri do ketë 30.000 euro grant për të paguar interesat e kredisë dhe për të strehuar. Talenti, ëndra janë mrekullia më e madhe e rive. Një fond i posaçëm për të rinjtë e talentuar, 5 milion euro, me të cilët do mbështeten çdo projekt i tyre, në sport, në muzikë, në letërsi dhe në teknologji dhe në çdo fushë. Pra, e kemi vendosur dhe jemi dakord t'i vendosim në epiqendër, të bëjmë gjithçka që energjitë e tyre, ëndra e tyre, të ndërtohet në Shqipëri, të qëndrojnë në Shqipëri. Do bëjmë çdo gjë për të rikthyer qindra mijëra të rinj që u larguan nga Shqipëria. Kam besim të plot se arrihet. E arritëm në vitet 2009-2013, 180.000 familje u kthyen. Tani,
5 vite pas një taks, kredit buta për strehimin, grante për startupet, për të gjithë të rritë, që nga emigracioni kthehen për të punuar dhe jetuar në Shqipëri. Fara jonë s'do zhduket kur, ne do e sjellim kombin në moshën e tij të rinis, për të mbetur për jetë një komb i ri. Kjo dramë që i krijoi Edi Rama, kjo ëndër e keqe, me 11 maj, lihet, arkivohet histori, çelim së bashku një kapitull, një epokë të re për Korçën, Korçar, Shqipërinë, shqiptar.